Zotëri gjykatës, Ballkani ka njohur genocide të tmerrshme dhe dy janë sot faqezit më të mëdhej të tyre. Aleksandar Vučić në Beograd, që mori pjesë safarin e qytetarëve në Sarajevo dhe që nuk njeh genocidin serb në Bosnjë. I dyti, argati i tij, Edi Rama, që ka përzën 1 milion shqiptar, i cili me kusht këtë kalkulueshme për largimin dënohet për krime kundër njerëzimit dhe genocid në përputhje me konventën e Organizatës Kombëve të Bashkuara në edhin 5 të saj. Ndaj dhe zotëri gjykatës, për të bërë drejtësinë, duhet që këto dy monstra të ulen në Hag para jush dhe jo luftëtarët e lirisë. Të dashur miq, Edi Rama në 12 vite ka marrë përsipër misionin makabër të shpërbërjes së kombit ton, pasurisë më të madhe që ka Shqipëria, duke e përgjysmuar atë në 10 vite, duke shtruar në një të ardhme jo të largë Shqipërinë, në një territor gjeografik të zbrazur nga banorët të saj të lashtë miravjeçar, të zbrazur nga shqiptar. Kush u largua këto vite? Ke përzuri Edi Rama nga Shqipëria, ka përzër gjërësisht moshën e re, ka përzër i rinj, duke i rrëmbyer Shqipërisë të ardhmen. Shqipëria pa rini do të thotë Shqipëri pa të ardhme. 300 apartamente rezulton se ka lubia, ndërsa 104 vite duhet të paguaj njëri për të blerë një apartament dhe ndërtuar folen e tij. E kuptoni se s'mbrohen hajdutët. O të nderuar policë, ikni më mirë se s'keni punë aty. Dërni, betejën e kemi me hajdutët. Ka përzën shtresë të mesme, duke o bërë jetën pa përballueshme. 33.000 euro pinë verën, shish në verës në vit. Pinë pra një shish e verë, sa që mirë 6 prej jush, rogën vjetore. E kuptoni ke mbroni apo jo? Me taksa u amori dhe ato pak fitime bizneseve të vogla dhe i përzuri nga Shqipëria, duke mos u lënë asnjë zgjedhje tjetër. Vetëm kaq do mjaftonte që Edi Rama të quhej armiku më i rrezikshëm i Shqipërisë. Shkoi me tutje. Edi Rama në 12 vite volli dhe plaçkiti Shqipërinë sa asnjë pushtues tjetër në histori.